Rritur të bërë, nga kjo studiarin të bërë, s'ka po t'jeni nati, që thët Mila Imzeka. Nëse kanë ambicje Që thët politike. Mila Imzeka, çka po t'jeni nati. Jo, unë e thash, këta dy kolegët e mi, po balë, nëse kanë ambicje politike, ma gjallë duhet. Të gjithar, është keqësisht normale me pas ambicje politike, besoj. Me shumë respekt, unë asë një lloj ambicie politike nuk kam pas asë në zgjedhjet e kaluara, dëshmitar kam zotin Ahmeti këtu që S'po e vërtet është e konfirmoj dhe e vërtetoj, po nuk jemi këtu për të folur për njëri tjetrin. Duhet ta dërgoj letrën tek PDK-ja Kurti. Po vazhdo, Letra duhet t'i dërgoj PDK-s Kurti. Ka pasur për çfarë mi dërgoj letër. Jo, nuk i dërgon letër. Ku i thot rinderuari profesor Hamza, Jo, si dërgon letër. hajde takohemi, këto janë kriteret mbi cilat mund ta zgjedhim bashkë presidentin. Po 4 herë janë taku. Këtë bëja kërkon. Nesër ka ja kanë ndru fjalë Sepse Ja kanë ndru fjalë 4 herë u shku tu e akuzu, tu i thon, jo më ke thon, dy kandidat duhet janë të PDK-s. Edhe unë tash proces në ankretarin e partisë dhe proces në anëtarët kryesisë për të votuar se ç'do më ka thon PDK-ja. Si përmbohesh ti asojna. Unë Çfarë garancioni është letra? çfarë garancioni? Çka ndërkohë E para ti tregon sa serioz je. Mirë. Edhe në letër. Nëse ne kemi orë 4 herë studio Hajde pulmi. te adresa Çfarë do të më bëj për mbajtje? Se do të thonë Albini thirrëm ti mu me mirë. Letras do të me konë me një resht. Letras do të me konë me një resht. Do të me pas parimet e qarta. Nëse është letra serioze, e thatë, eja dhe flasin për një kandidat, ju partia konsensual, që ju keni me pasur rol të rëndësishëm në zgjedhjen e presidentit të Kosovës, është qyrton edhe shkon. Por nëse të... Dëmonë qash në pas ka qenë për dykyja që ka shku 4 herë pa e ditë që ka me thonë kështu kryeministri Kurti.